Na im derisa jemi në muajin e begat Ramazanit, gjithsesi që kjo temë dhe kjo pyetje na ndërlidhet me aktualitetin dhe realitetin në cilin gjendemi ne. Pra, siç po promovojmë vazhdimisht ne dhe hoxhallar të tjerë që jemi në një shkollë të madhe pra në muajin e begat të Ramazanit, i cili muaj promovon vlera të shumta të dimensione të shumta dhe mund të themi se për herë të parë thirret njerëzimi që të pajiset me ditori pikërisht në këtë muaj. Pra në muajin e begat të Ramazanit, siç edhe dim, kanë zbritur të gjitha librat qiellore që nga fletushkat e Ibrahimit a.s., pastaj Tevrati, Zeburi, Injili dhe pikërisht këtë muaj ka zbritur Kurani. Dhe për herë të parë njerëzimit ju drejtohet Allahu xhalla xhelaluhu pikërisht në këtë muaj që të pajisen me ditori. Pra Kurani ka zbritur muajin e begat Ramazanit që siç dhe promovon Allahu në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani. Pra pikërisht në këtë muaj kanë zbritur edhe 5 citatet e para. Dhe sigurisht që është me interes për audiencën që të dinë, edhe pse jam i vetëdijshëm që audienca që na përcjell ne dhe emisionet tuaja e dinë që 5 citatet e para janë të kapitullin e ngjizjes, Suratul Alaq, mirë po është më rëndësi të japim një nxjerrim, një koment të shkurt këtyre 5 citateve kuranore. Allahu xhalla xhelaluhu në citatin e parë thot, mas bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, studio në emër të Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Khalaqal insana min alaq, pastaj na njofton Allahu se e ka krijuar njeriu nga një gjak i ngjizur. E përsërit prap Allahu xhalla xhelaluhu ftesën për lexim. Iqra wa rabbukal akram. Në citatin 3 thot Allahu xhalla xhelaluhu, lexo se Zoti yt është më bujari. Pra citati i parë, Allahu xhalla xhelaluhu na fton për lexim në foljen urdhërore. Në emër të Zotit, pra dijen merre për Zotin, nga Zoti, frymëzohu nga Zoti madhërisëm, kështu do të jesh i suksesshëm në të gjitha porët e jetës. Edhe nëse do të kish vështirësi, citati i tretë sikur na jep këtë pamje, na jep këtë kuptim, lexo, mundohu e pa angazhimin se Zoti yt është më bujari, do të ndihmon. Alladhi allama bil qalam, citati 4, ai është i cili e ka mësuar njeriu, ja ka mësuar njeriu të pendën. Pra mundoheti e pa angazhimin ndaj kohë. Pastaj citati 5, Allahu xhalla xhelaluhu na njofton se i ka mësuar njeriu atë që nuk i ka ditë. Allama al insana ma lam ya'lam. Allahu është ai i cili ka mësuar njeriu atë që nuk din. Pra këto janë 5 citate kuranore, secili citat përçon mesazh në veti, mirë po epilogu i këtyre mesazheve është se Islami e ka favorizuar dijen, i ka dhënë rëndësi të madhe ditorisë, po flasim në kohën kur e ka kaplu botën ignoranca. Po flasim para 15 shekuj, nuk jemi të folur në shekullin 21, por para 15 shekujve dhe pikërisht 5 citatet e para. Pra para se të urdhërohemi ose të porositemi në mënyrë të drejtë për drejtë, para se të porositemi në mënyrë të drejtë për drejtë me mesazhe për namazin, për agjerimin, për çështje të tjera, zbresin këto 5 citate kuranore, të cilat pra ngërthej në veti një mesazh se Allahu adhurohet pasi që ne të dimë, të mësojmë, ta njohim Allahun, ta njohim namazin, ta njohim agjerimin, ta njohim zekatin, haxhin e kështu me radhë, i qasemi adhurimeve. Prandaj pra mund të them që vërtet Islami ka dhënë një rëndësi të veçantë leximit. Atëherë, pse Allahu kërkon që njerëzit të lexojnë dhe të meditojnë mbi krijesat e tij? Leximi fillimisht është ditori. Ne pa ditori nuk mund ta njohim Allahun fillimisht. Pastaj nuk mund ta njohim vetveten, nuk mund ta dim se pse jetojmë, nuk mund të dim se si të jetojmë. Prandaj, pra ditoria është kapitali më i madh pas, po themi, besimit, pas shëndetit, ditoria është kapitali më i madh, sepse këtë tezë ka ngritur edhe Allahu në Kur'an, duke thënë kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj atyre, a mund të barazohen, të krahasohen të diturit me të paditurit, që i bie se nuk mund të krahasohen ata që janë të ditur, nga se të diturit e njohin Allahun xhalla xhelaluhu, i njohin obligimet që kanë, din ta e bojnë jetën ashtu siç duhet. Prandaj, në kuadër të kësaj, kur njeriu në mënyrë të përgjithshme dhe besimtar në mënyrë të veçantë pajiset me ditori, atëherë meditimi është pjesë e adhurimeve. Meditimi bëhet pjesë e ibadeteve, sepse meditimi është adhurim në vete, siç na ka porositur edhe ose na ka njoftuar Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an kapitullin Ali Imran,
alladhina yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, ata të cilët meditojnë rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Pra, dituria e mirëfillt na bën që ne të meditojmë rreth krijesave të Allahut për të kuptuar madhështinë e Allahut xhel xelalu, për të kuptuar fuqinë e Allahut xhel xelalu, për të kuptuar mëshirën madje të Allahut xhel xelalu dhe për të kuptuar arsyeën e krijimit tonë.